Veç edhe 30 e sekundit u vënejke e blokojke. Dhe më dhënë është cilësi individuale e tina. Pranimi është pjesa kryesore, dhe më dhënë, me pranim a i delë në shansë për golë. A mo të golla, t'i shka tjetër nga përlosëm të loja? Ta është të dojtor, pranimi është pasim për kundërshtarin. Kurse para toke pranimi është gollë, gjysëm gollë. Tjetra. Nëse shemi kundërshtari cili sënë bërë pjesën e parë. Unë nuk më e do Ancelotin fajtor, sepse mëny vetë prezenca e atina ato është Don Carlo. Unë me nej që e ndryshullu pjesën e dytë. Falla e mënët me gabu. Aj nuk është që si ka unë pjesën e dytë me lujtë ma shpejt. Edhe nuk është 100% është loja Brazilit me pjesën e dytë, me pjesën e parë ka ndryshuar. Qyre pjesën e parë ka ndryshuar, qyre pjesën e dytë ka ndryshuar. Ti thot trajneri s'ka pas ndikim impakt. Thash, nuk është që ka pas në ndikim. Për një emër i madh si Don Carlo, po thu që s'kan pas impakt me rikthyer rezultatin 2-1. Direkt është ndikim zëvendësimi tina, pse ka ti dikon tjetër për martënimin. Tjetër Brazil pa në pjesën e parë, tjetër Brazil pa në pjesën e dytë. Japonia në pjesën e dytë harxhej, në pjesën e parë harxhej shumë energji. Në pjesën e dytë fillon me njerën në 54 minutë, nëse s'ka bëj 55 është bë ndrimi i parë se. Por ç't thua që trajneri s'ka pas impakt në pjesën e dytë, një trajner se nuk ka pas Carlo Ancelotti më duk pak të klatë nxitume. Nëse kupton çfarë është tempo, e shef që në pjesën e dytë Brazili, unë kesh të dosh me flajnë pjesën e parë. Ç'është lykë Brazili. Pjesën e dytë u rrit tempo e Brazil. Pranim pasim lëvizje, sepse ata u mbrojshin. Ti si trajner duhesh me ditë më mirë se mes pjesëve të parë ekziston një 15 minutë. Shefat këto Shka ti si trajner, Leci, veç një shembull. Lojtar tu pjesën e parë nuk paraqiten mirë. Çka ju thutin zhveshtore 15 minuta? Ata mbrojshin shumë, për me lutë ka dalë, se më është me kamerë. Veç t'ja bëj një pyetje. 15 minuta, çka ju thu lojtarëve tu zhveshtore? Nëse Ancelotti, nëse lojtarët e Brazilit pasën flet pjesën e parë. Kundërshtore mbruhet, në këtë rast, që shke Japoni, Brazil, ku për 30 sekunda Brazili boni 2 shtylla, që i bjen që në pjesën e dytë, nga marshe 2 e fotën marshën e 6, pra nga shpejtësia 2 e fotën 6, kjo të regon që ata ka nivel, po be trajneri po trajneri ka po be disa gabime që i ka marrë be, Danilo be nuk merret në brejtësit jashtë, nuk ka be Danilo për Brazil. Nuk Neymari, për që e mo Neymari në Brazil? Ka kalu kua Neymari, a i kur po delë më nëze, duke që mbi pesh, duke që se në form, që se futisi? Ja së të është dasht me fut Neymarin, ja kur. Sepse së të i duke goli me pa tjetër, për Brazil nuk onë dështim që se i shku në penalti. Sepse penaltia lëtë. Brazili me Japonin nuk mundet më krasu, ndash me cilësi, ndash me mënyrën e lojë që lunje. Neymarin ka thonë që në vazhdime, nëse po të kishim shkuar në vazhdime, do ta inkuadroja. Po mira, kështu ka thënë pas ndeshjes. 15 minuta 20 minuta, po gjithmonë pritet që më lëndu për shkak se s'ka pas gjendje të mirë. Thush ti që nuk ndryshoi Brazili në pjesën e dytë, po bre ndryshoi, po ndryshoi këtë në tempo. Këtë që ndryshoi në tempo. Ndryshimi u bë për shkak se u lënduaj. Endrik që duhen sëlum, nuk është që boni një gjotë të madhe. Nuk është që boni, nuk e dha gollën Endrik. E dha me Sushori. E dha dytën Martinelli për shkak të cilësisë. Për një taktik les për shembull. Për shkak të cilësisë individuale. Trupin e kishte lojtari Japonis, pressing u bë, e humbi, pasi u bë me dozën e saktë, e pranoi mirë gol. Ç'kjo është cilësi individuale. Nuk diskutohet më që Ancelotti është trajner i madh, unë s'po them këto. Po nuk u vrejt një impakt, nuk është që i ndjeri 3 lojtarë futit 3 tjerë, për me njëherë boni ndryshim, ndryshojnë sistem, nuk ndryshojnë sistem fare. Fare, a i lujti me 4. Ndrimi i tempos edhe ndryshimi i lojës, mos me lujt me Portugal, shumë po me lujt me kresimin. Këtë është timi tonë ekipës tonë. Këtë shumë që ka po Brazili, fillimi ka po përmes kresimeve. Gollën e ka po përmes kresimeve, në pjesë dytë ka kresue 5 herë ma shumë se në pjesë parë. Po këtë është timi tonë ekipës tempo kur s'ki cilësi. Jo. Rritet tempo, ngritet